Brikina Selmani ka patur të ftuarin më të veçantë, pra Mateo Borrin. Ky fundit është vënë përballë pyetjeve pikante dhe nuk ka nguruar që të tregojë detaje nga historia e tyre dashurisë. Në një moment, Brikina tha se publiku është kurioz të di se çfarë flasin ata në telefon për 7 orë. Duke qeshur, Mateo tha se flasin për tema të ndryshme dhe se një muhabet nxjerr tjetrin. Fillon biseda në 10, vazhdon në 12, 2 të natës dhe 4 të mëngjesit, derisa fillon të na zërgjohemi me telefonat ndezur dhe zgjohemi po me telefonin ndezur. Deklaroi ai duke zbuluar më shumë rreth raportit të tyre të mirë. Ndërsa pyetjes se kur e ka kuptuar se ishte ajo ideale për të, Mateo shpreh: "Në momentin që kam parë që ti ke patur ndikim emocional të drejtë për drejtë tek humori im, aty kuptova që ti ishe femra për mua. Di të them se në një moment më është marrë fryma. Kanë qenë disa emocione si këtej të ndryshme në momentin që të shija në ekran, duke ditur se do të hyja edhe vetë. Në momentin që të kam parë ty e kam kuptuar që rrugtimi im do të kishte ndryshuar komplet nga ai që mund të kisha përfituar. E dija që kur të hyja brenda është një shprehje që thotë, aty ku ka patur shkëndija ka gjithmonë zjarr, dhe unë kisha ardhur me bidonat me benzinë me vete, se zjarri ishe ti vetë", deklaroi Mateo. "Për mua ka qenë vështirë të bie në dashuri, nuk është e lehtë. Jam një njeri që kam ato të mjet, por duke qenë gjatë gjithë kohës në një shtëpi bashk 24 orë. Duke dhe pasur larg aty kuptova se e ndjeja mungesën tënde her pas here, dhe në momentin që kam parë që ti ke patur ndikim emocional të drejtë për drejtë tek humori im, unë aty kuptova që ti ishe femra për mua. Edhe ai shumë sa të kam puthur ty dorën, nuk ja kam puthur njeriu në jetën time." Nga ana tjetër, Brikena deklaroi: "Shumë e vërtet, edhe jashtë shtëpisë më të famshme, është diçka që e bën gjithkohës dhe unë e vlerësoj shumë. Pastaj diçka që më merr malli kur e shoh në televizion apo reels ka qenë momenti kur ne flinim me duart të bashkuara, që mua më koputej shpatulla vetëm mos ta lëshoja dorën gjatë darkës", deklaroi Mateo, duke hedhur poshtë themet se ata tani janë të ndarë.